Mirëdita nga një tjetër projekt nga programi TAF, përmes të cilit përmirësojmë cilësinë e jetës së qytetarëve tanë. Sot ndodhem në komunën e Qashkës, më saktësisht në fshatin Jabullçisht i Epërm, ku në ndërtim e sipërm është një sallë e re sportive me vlerë mbi 320.000 euro, me çka i japim fund problemet me mungesën e sallës sportive në shkollën fillore Liria. Këtë sallë do të shfrytëzojnë mbi 600 nxënës, të cilët vijojnë mësimet në shkollën qendrore Liria, por njëkohësisht është edhe një dëshirë e kahmoçme e të rinjve në Jabullçisht. Përmes këtyre projekteve ne forcojmë infrastrukturën arsimore dhe jam i lumtur që sot shoh dinamikën e realizimit të kësaj salle sportive. Ecuria e ndërtimit do të thotë që gjatë vitit të ardhshëm shkollor, nxënësit e kësaj shkolle do të mund të ndjekin lëndën e edukatës fizike në një sallë moderne me kushte bashkëkohore. Ky dhe është qëllimi i projekteve të TAF-it, të cilët ndikojnë në cilësinë e jetës përmes ndërtimit të infrastrukturës e cila mundson një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët në vendin tonë. Përmes ndërtimit të ujësjellsve, kanalizimeve, rrugëve, kopshteve, shtëpive për të moshuarit, qendra rinore dhe një sërsh projektesh tjera infrastrukturore të rëndësishëm për bashkëqytetarët tanë. Deri më sot kemi një realizim me 70% të projekteve të nisura nga programi TAF, më saktë janë realizuar 56 projekte në 56 komuna në të gjithë vendin dhe aktualisht po punohet edhe në 25 projekte tjera. Ju falenderit.